bëm të fsheft para lufte, atëherë prandaj ka Dhe këtë duat dalë, zoti Spaju, edhe zoti Kryeziu, me 25 gusht keni pasur një shkrim, sot ja keni bërë rishpërndarje të atij postimi zoti Kryeziu, ku familja e tij, zyrtantashe, distancohej pra nga Maleq e Fatmir Shoholli, duke cilësuar tradhti kombëtare. Shkoni, unë i takoj, po duhet patjetër të shprehem kështu, i takoj lëvizjes të Dënishës, të cilin opinioni publik e din që jemi të dënuar e kështu me radhë mbi 3.000. Edhe jo me disa vite, vjetë më shumë. Po. Ne kemi ndjekur rrugën Demaciane, ta quaj Bacsadem. Edhe në Demaqit. Ne kemi qenë matri, dhe më thonë, edhe pastaj jemi inkuadruar në Këshillin për mbrojtje të drejtave të lirive të njeriut, si kam dalë nga burgu, pastaj partinë parlamentare, e kështu me radhë, edhe Bacadem merrte njerëz në parti. Ne kemi qenë si tri, thëshëm Bacadem që ta, ndoshta që ta nuk jenë fort, s'keshëm të fort njëri, po thëshëm që po fliti që nuk jenë fort në rregull. Theke me basin, kështu kur nuk harroj, theke me basin, duhet mi marrë gjithë shqiptarët, theke se te tash kanë punu, para ta tash punojnë për neve. Kjo ide, edhe të unë sëd, edhe gjithmonë ka qenë për me falë. Për shkak se e kemi konsideruar se njerëz janë të papjekur kombëtarisht edhe në aspektin nacional. Dhe nëse e shohim pak historinë, nëse ka mundësi ja 2 minuta. Patjetër. Për shembull, nëse nisim prej Gjergj Kastriotit. Gjergj Kastrioti ka punu 17 vjet general i ushtrisë turke. Nëse e shohim te Ismail Qemali. Andrej Osmani, po. Ismail Qemali ka qenë deputet, Abdul Frashi, Ismail Qemali, Naim Frashi, mos i përmeni gjithë ata kanë qenë deputet të Peranderisë Osmane. Mrekulli që i kanë bën këta njerëz, dhe më thonë, është mrekulli kombëtare, edhe të karakterit kombëtare dhe ndërkombëtare. Kjo neve, që jemi marrë gjithmonë me çështje madhore, individit nuk na ka interesu. Problemi i këtij Shohollit është problemi që unë i kom thonë atëherë që duhet me dalë me kërku falje. Këta gjithë, na që kemi qu për para, dhe me thonë që i kemi qu ut bashkë, tjera, ne që kemi thonë kërkoni falje, nuk keni punë me neve. Ne kemi liftuar fashizmin serb, jo popullin serb. Ideja ime është, jo me liftu popullin, se populli serb ka qenë manipuluar. Qytetari nuk ka faj, a kuptoni, pas pavarësisë e Kosovës, pasi që ne jemi shliruar, bota demokratike në ka dhonë idenë që ta serbë që kanë metë këtu, mi trajtu njërë njerëzore. Mos me përsërit ato që ka bërë Serbia. Edhe unë jem për këte, për respektimin e të drejtave, një popull integral, minoritetet se jemi shumis, mbi 95% jemi shqiptarë këtu. Kemi detyrë kombëtare dhe ndërkombëtare mi trajtu këta si njerëz. Mos mi trajtu sukur na kanë trajtu tjerët neve në përgjithësi. Tash çdo njeri ka anën e ndritur dhe anën e errët. Ana e ndritur duhet me mujt njeriu. Por ti ke vepruar në një sistem, pa marrë parasysh ç'është ke vepruar, dhe të vazhdosh të vepron përsëri, nuk falet gabimi. Pendesa? Pendesa s'ka kërku falje, për shembull ky edhe të tjerë, kërko falje, vazhdo punën, puno për Kosovën, në rregull jemi. Por ti mos kërko falje, edhe pastaj përsëri përzihen këto situata, nuk lejon shteti. Se shtetin e kemi bërë me sakrifica, me mund, lufta, me gjitha mundësi, ky populli jonë i varfër, lufta në ka imponu, sa masakrat i pas. Ku ka popull, për shembull, që ka një adem jashari në Evropës në Ballkan. 54 antarë familje që ka dhënë për liri, për pavarësi, për shtet. Ne duhet me pas shumë kujdes. Nuk kemi bon shtetin kështu, na ka falë dikush me gjak në Evropë, në shekullin 21. Askush në Evropë kështu s'ka ndodhur. Por së fundi, zotë Kryeziu, janë shtuar shqiptarët Kosovës që